Unë do thosha fakti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë reaguar për një zhvillim siç ishin zgjedhjet në Shqipëri, në rajonin tonë, është një lajm pozitiv në radhë të parë për vendin, është një lajm pozitiv për rajonin, është një lajm pozitiv për Shqipërinë. Në kushtet ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndryshuar një lloj qasjeje, qoftë gjeopolitike, por qoftë qasje globale, kur interesat e tyre tani më nuk janë ato që kanë qenë pak kohë më parë me politikën e re, fakti që ne vijojmë të jemi në optikën dhe në ombrellën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, gjykoj që është diçka pozitive për ne, pavarësisht të gjitha palëve, pavarësisht të konfliktit ditor politik që ka Shqipëria. E para kjo. E dyta, nuk është ere parë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet përfaqësuesve të saj, nëpërmjet përfaqësisë së saj, siç është në këtë rast ambasada, kanë reaguar për zgjedhjen në Shqipëri, kanë reaguar edhe në zgjedhjet e vitit 2021, kanë reaguar edhe në zgjedhjet e vitit 2017. Nëse do të shihnim mënyrën e reagimit për të ardhur deri tek reagimi i ditës djeshme, kuptohet që nuk është ai reagimi më pashëm.